Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe prokuror special të SPAK kanë zbarkuar në qytetin e Elbasanit. Blindimi i Elbasanit vjen për shkak të një monitorimi të rreptë që po i bëhet fushatës zgjedhore në këtë qark nga ana agjentëve të BKH dhe SPAK, të cilët kanë mbështetjen edhe të OSBE, Shërbimit Informativ Shtetëror, si dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Të gjitha këto struktura janë vendosur në gatishmëri të plotë për të kontrolluar çdo cënim të procesit zgjedhor dhe çdo lëvizje të kandidatëve për deputet, aktivitetit elektoral, i të cilëve është dhe po mbahet në vëzhgim plot. Raportohet se në krye të grupit të monitorimit është prokurori Olz Dado. Grupi po ndjek në terren procesin elektoral dhe hetuesit janë duke punuar me pajisje dhe teknologji të avancuara që dokumentojnë çdo shkelje në këtë proces zgjedhor. Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK janë duke monitoruar gjithçka në këtë proces zgjedhor në qarkun e Elbasanit, duke filluar nga përdorimi i burimeve publike, abuzimi me administratën, qarkullimi i parave të pista, ndikimi i krimit të organizuar dhe çdo tentativë për blerje votash. Burime zyrtare nga Prokuroria e Elbasanit bëjnë me dije se angazhimi i organeve ligjzbatuese ka për qëllim garantimin e pastërtinë e procesit zgjedhor të 11 majit.